Shikues Euronews, mirëdita, do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës. Kreu i prokurimeve publike thirret për herë të tretë në prokurorinë e posaçme. Presidenti i SBA-s Donald Trump do të marrë pjesë në funeralin e Papa Franceskut në SBA. Flamujt ulen në gjysmështisë për nder të atit të shenjtë. Xabi Alonso mund të jetë trajneri i Realit të Madridit. Tekniku mund t'i bashkohet ekipit gjatë muajve të verës. Do të njihemi gjërësisht me lajmet. Kreu i Komisionit të Prokurimeve Ioannis de Myzyri është thirrur sërish sot në prokurorinë e posaçme. Kjo është hera e tretë që Myzyri paraqitet në SPAK për të përgjigjur pyetjeve të prokurorëve. Ende nuk dihet se për cilën çështje zyrtari i prokurimeve ka dhënë sqarime në prokurorinë e posaçme. Kryeministri Edi Rama tha këtë martë në rubrikën e tij sy me sy në rrjetet sociale se opozita në zgjedhjet e 11 majit do të marrë një humbje më të thellë edhe se ajo që kanë pasur në vitin 1997. Ai tha se nëse do të ishte vetë në opozitë, do e kishte bërë opozitën 1000 herë më mirë se opozita aktuale.